Në gjykatën administrative zhvillohet këtë të premte seanca gjyqësore për padinë e bërë nga kryebashkiaku i arrestuar me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale Erion Veliaj ndaj prokurorit Olz Dado. Padia nuk është asgjë tjetër veç se një sulm i radhës i Veliajt ndaj prokurorit që ka hetuar çështjen e tij. Ndërkohë që prokurorit Altin Domani ka frikë ti përmend emrin që prej arrestimit Veliaj është angazhuar bashkë me shërbëtorët e tij mediatik dhe avokatët e studiove ligjore lobiste, të cilët kanë përqendruar sulmet e tyre ndaj prokurorit Olz Dado. Sër skemash dhe mashtrimesh që mbushin raporte për të cilat lobonin duke paguar $220.000 për të gënjur dhe shpifur për prokurorin Olz Dado, duke nisur nga kërkesat për leje ndërtimit dhe deri te më e paimagjinueshmja se prokurori është aktivist i PD-s. Sulmet dhe presionet ndaj drejtësisë nga Veliaj vijojnë, ku kryebashkiaku i arrestuar për 13 akuza të rënda penale dirigjon avokatin e tij të pandehur Plaren Dreca të dalë në konferencë për shtyp dhe të ushtrojë një presion të hapur publik ndaj prokurorit dhe gjyqtarit Hasbi Balliu. Vetëm 2 ditë para seancës, burime zyrtare thanë personan se në korridoret e Bashkisë së Tiranës u është kërkuar administratës dhe drejtuesve që të jenë prezent në gjyqin e kësaj të premteje në gjykatën administrative. Kjo lëvizje shihet si një presion i hapur ndaj gjyqtarit Balliu dhe prokurorit Dado. Kjo në fakt është një skemë e përsëritur si në kohën kur administrata e Bashkisë së Tiranës u mblodh para GKK-s në një protestë të turpshme në momentin që u arrestua Erion Veliaj. CNA mësoi se po kërkohet me këmbgulje që drejtues të Bashkisë së Tiranës të jenë prezent në seancë, duke thënë se duhet të shkojnë në gjykatën administrative për të mbështetur kryetarin e bashkisë. Më herët CNA ka treguar se Bashkia e Tiranës dhe vetë turpërisht është përfshirë në padinë që Erion Veliaj ka bërë ndaj prokurorit Dado. Tashmë të gjitha skenarët e Veliajt janë zbuluar, po ashtu dhe qëllimi që është intimidimi i prokurorit Olz Dado dhe gjyqtarëve. Të tilla sulme tregojnë një frikacak që në vend të përballet me drejtësinë dhe akuzat, nga skutat e burgut të Durrësit kryen sulme ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve.